Në shumë lagje të Tetovës apo në rrugë kryesore vazhdojnë defektet në rrjetin ujësielësit të Tetovës. Tashmë, këto defekte janë shpeshtuar dukshëm si pasojë e temperaturave të ulta. Për pasojë ka ndërprerje të shpeshta të furnizimit me ujë në shumë lagje të Tetovës. Këto e konfirmojnë edhe në njësinë e ujësielësit dhe kanalizimit në Tetovë. Defektet mund të ndodhin si rezultati të temperaturave të ulta, të them të ngrincave të sistemeve të ujësielësit, dhe mund të ndodhin si normal, si dukuri normale që dokund të ketë plasaritje të gipave përquës normal, gipave nëntokësore. Nga kjo njësi thonë se defektet ndodhin edhe kur temperaturat nuk janë të ulta, ata njoftojnë se zakonisht probleme ndodhin në kyçet individuale. Ne ballafaqohemi me një situatë e cila nëse kthehemi dijavë mbas, parafarsisht kemi pas probleme me temperatura ekstreme të ulta, si rezultati i temperaturave ekstreme, sistemi i ujësielësit ka pas probleme në pikat më të dobta. Ato janë zakonisht ose vendet ku janë të cekta pozicionet tona, ose ndërprerësit, ventilat. Dhe zakonisht me rritjen e temperaturave, të cilat janë për momentin +1 ose -2, si dukuri e tillë vjen deri ke plasaritja e elementeve në sistem dhe rezultati i saj është ndërprerja e ujit në qytet, patjetër të sanojmë defekte. Ndryshe nga njësia e ujësielësit dhe kanalizimit në Tetovë, pohojnë se problemet me rrjetin ujësielësit të Tetovës nuk ndodhin vetëm në rrjetin e vjetruar, por edhe në disa lagje, ku gypat nuk janë më të vjetër se 5 vjet.